Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një lugë vaj ulliri e sëll në mëngjes i shëron me njerë këto 3 probleme. Marrja më e lartë e vajit të ullirit shoqërohet me një rrezik më të ulët të humbjes së jetës nga komplikacione shëndetësore që lidhen me demencën, sipas një studimi të ri të botuar në revistën akademike JAMA Network Open. Konkretisht, studiuesit pasi mblodhën të dhënat për një total prej 92.383 personash, arritën në përfundimin se pjesëmarrësit që konsumonin më shumë se 7 ml vaj ulliri në ditë kishin nivele dukshëm më të ulta të humbjes së jetës se sa ato që nuk e konsumonin atë. Grupi i madh i pjesëmarrësve ishin 65% femra me një moshë mesatare 56 vjeç. Studiuesit i ndoqën subjektet për 28 vite. Gjatë periudhës së studimit ka pasur 37.649 vdekje gjithsej, 4.751 prej të cilave kanë qenë të lidhura me demencën. Në fillim të studimit, konsumi mesatar i vajit të ullirit e pjesëmarrësit ishte 1.3 gram në ditë. Krahasuar me atë që nuk e konsumon kurrë vajin e ullirit ose e konsumon më pak se një herë në muaj, pjesëmarrësit me konsum më të lartë kishin marrje më të larta të kalorive, por jo më e lartë në indeksin e masës trupore BMI, cilësi më e mirë e ushqyerjes. Përveç kësaj, ata ishin më aktiv fizikisht edhe më pak të prirur të pinin duhan. Në përgjithësi, studiuesit zbuluan se konsumi të paktën 7 ml vaj ulliri çdo ditë lidhet me një rrezik 28% më të ulët të humbjes së jetës nga çmenduria dhe cilësia e përgjithshme e dietës së subjekteve nuk ndikoi në efektivitetin e konsumit të tij. Vaji i ullirit është i pasur me vitaminën E dhe polifenole, antioksidantë që mbrojnë qelizat dhe enët e gjakut, përfshirë edhe ato të trurit. Gjithashtu ka veti anti-inflamatore. Inflamacioni mund të përshpejtojë plakje në tru dhe mendohet të jetë një shkak themelor i rënies njohëse, citojnë shkencëtarët. Vaji i ullirit ofron edhe përfitime të tjera shëndetësore. Në një studim tjetër, marrja më e lartë e vajit të ullirit u shoqërua me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve neurodegenerative dhe humbjes së jetës nga sëmundjet e frymëmarrjes. Studime shtesë kanë lidhur vajin e ullirit me një ulje të rrezikut për diabet. Ka kaq shumë studime që tregojnë një gamë të gjerë të përfitimeve shëndetësore nga konsumi i vajit të ullirit sa të gjithë mund të përfitojnë nga konsumi i tij çdo ditë, përfunduan studiuesit. Gjithashtu, vaji i ullirit është i mirë edhe për shëndetin mendor. Gjithmonë e më shumë kërkimet konfirmojnë se dieta jonë lidhet me probleme të shëndetit mendor. Në një studim të kryer në Australi, pjesëmarrësit që ishin diagnostifikuar me depresion u ndanë në 2 grupe. Njëri prej tyre adoptoi dietën mesdhetare të pasur me vaj ulliri. U zbulua se ky grup kishte 5 herë më shumë gjasa për të përmirësuar gjendjen shpirtërore se pjesa tjetër. Gjithashtu, vaji i ullirit është ideal për tiganisje për shkak të përbërjes së tij të veçantë. Studime në fakt tregojnë se vaji i ullirit është deri në 5 herë më i mirë për shëndetin tuaj të kujtesës dhe gjithashtu mund të shtohet me do e mos në dietat tuaja të përgjithshme, duke ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Vaji i ullirit përbën një formulë të shëndetit dhe jetëgjatësisë, citon dhe Elsajt. Në të gjenden acide yndyrore omega-3, vitamina A, E, metale, selen si dhe substanca antioksiduese të cilat mbrojnë qelizat nga shkatrimi që mund të vijë si pasojë e radikaleve të lira. Ajo është e pasur me lëndë të ndryshme ushqyese antioksiduese, yndyrna të pangopura, lëndë ushqyese antiinflamatore që parandalojnë sëmundje të ndryshme. Lufton radikalet e lira, ul nivelin e kolesterolit të keq dhe parandalon plakjen e parakohshme. Vaji i ullirit është një produkt shumë i mirë ushqyes që mund të përfshihet me do e mos në dietën tuaj të përgjithshme. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do të lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive gjithashtu edhe për mrekullitë që bën në trup që shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këto arsye. Do të përmirësoni shëndetin e lëkurës.
Vaji i ullirit është një përbërës themelor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen dhe intjen dhe mund të ngadalësojë shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues neutral. Ai ndihmon gjithashtu për të humbur peshën e tepërt. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në humbjen e peshës. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirësohet shëndeti i kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoik. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera të pasur me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Ai përmirëson edhe shëndetin e zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatroni bakterie të dëmshme në më pak se 14 ditë. Vaji i ullirit është një aleat i mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti tipi 2. Nëse vuani nga diabeti, vaji i ullirit mund të jetë gjithashtu një zgjidhje pozitive për shëndetin tuaj, duke ofruar një mbrojtje më të mirë dhe një aleat të mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Personat që vuajnë nga diabeti mund të përfitojnë ndjeshëm nga përdorimi i vajit të ullirit në dietën e tyre, duke ndikuar në një mirëqenie më të mirë. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësinë, në farmaci ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një nga super ushqimet është niveli i yndyrnave mono të pangopura, sidomos acidit oleik dhe antioksidantëve të ndryshëm. Për shkak të përfitimeve të shumta që sjellën në shëndet, vaji i ullirit është quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse do të konsumoni një lugë çaj vaj ulliri çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto sëmundje. Sëmundjen e demencës. Një nga shkaktarët e sëmundjes së Alzheimerit është rritja e akumulimit të acideve yndyrore në trup. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal që gjendet te vaji i ullirit ka fuqi të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato. Vetitë e vajit të ullirit janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të problemeve. Gjithashtu, vaji i ullirit mund të ofrojë një përmirësim kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Konsumi i vajit të ullirit në dietat tuaja të personave që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit, si dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut. Vaji i ullirit do të ofrojë përfitime të larmishme ushqyese për ju. Ai forcon sistemin imunitar. Antioksidantët e vajit të ullirit mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet. Do të mbrojë shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit, ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit ndihmon në djegjen e sasive të dhjamit të tepërt dhe sigurisht i kombinuar me dieta të mira dhe ushtrimet e duhura, do të jetë një aleat i mirë i trupit për të hequr qafe edhe kilogramët shtesë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.